Mirëmëngjes dhe përshëndetje e miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të premteje të fundit në fakt për këtë javë. Data 3 tetor. Sot jemi drejt për drejt në ora news, ora 7 fix nisim programin ora juaj si çdo ditë nga hëna në të premte dhe për ditën e sotme ku do të qëndrojmë si zakonisht në 2 orët e parë të mëngjesit. Fillimisht duke ju përcjell disa prej zhvillimeve kryesore të orëve të fundit dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv, emri u kap me 3.4 gram, dënohet me 3.4 vjet. Në burg, shoferi shqiptar i linjës Sarand Athin. Hetimet për vdekjen e kenjanes telefonit çohet në SPAK për të kryer ekspertim telefonik të avancuar. Fotot: ky është shqiptari ekzekutuar në Belgjik, gazetari identifikon viktimën, 28 vjeçari nga Bica i Kuksit, ishte pjesë e një grupi. Emri dhe foto: ky është 50 vjeçari që mbeti i vrarë në Babru. Shtatë 5 vjeçari aksidenton me zetore lënduara, me 12 brinj të thyra, shpallet fajtore. Vrasja e 50 vjeçarit në Babru, dalim pamjet nga vendi i ngjarjes. Emri: gjendet një person pa shenja jetën në mes të rrugës, zonën e Babroj, dyshimet e para. Aknet: Dorina Billa flet për trajtimet më efektive në klinikën Vivja të Spitalit Amerikan. Kornela Çela nga Spitali Amerikan, kur duhet të shqetësohemi për rënien e flokëve. Meltem Ajranov, fen sekretet e kujdesit natyral ndaj lëkurës që kryhet në Spitalin Amerikan. Moti i keq në Bulqiz, trashësia e dëborës arrin në 10 cm. Kodi i ri penal, zhvillohet tryeza e radhës konsultuese në Korçë. Projekti KRAD për zhvillimin e bujqësisë, salla diskutim me bankën botërore. Përfshihet nga flakët banesa në Shënblash, u mbjetën 42 vjeçari. Këshilli i lartë i prokurorisë rezon kërkesën për masën disiplinore ndaj prokurores, seanca shtyhet në 27 tetor. Fati tragjik Eduardo Psaki në Tepelen, mediat italiane nuk u vra me armë, por krasnishin mbrojtja e fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme, dimension thelbësor i misionit rregullator. Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor sjell në Shqipëri çmimin ndërkombëtar Heritage Hall of Fame 2025. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim investon 50 milion euro në obligacionin e GEK Terna, mbështetje për projekte energjetike në Shqipëri dhe rajon. Rregullat e reja për kontrollet e ngarkesave të produkteve organike ose të importuara. Bregu tentoi të qëllonte NIP-in, Avdulaj pagoi për ta ekzekutuar, SPAK zbulon vrasjen e janarit 2021, 5 në akuzë. Tentoi të kalonte ilegalisht kufirin, arrestohet 41 vjeçari shpallur në kërkim për prodhim dhe shitje narkotikësh. Aksident në Gurbin, makina për plas këmbësore. Zbardhet edhe Librazhdi, rreshtet e Dëborës mbulojnë parkun kombëtar të Shebenit. Punëtori plagoset varësënies nga skela gjatë rikonstruksionit të shkollës në Memaliaj. Arrestohet drejtuesi teknik i firmës së ndërtimit. U la letra kërcënuese drejtuesve të katedrales dhe institucioneve të Korçës, nis procedimi për 27 vjeçari. U inaugurua vetëm pak ditë më parë shembet një pjesë e masivit shkëmbor
në aksin Qukës Qaflloç. Nga vera direkt ndihmër pamjet mrekullueshme të dëborës së parakohshme që ka mbuluar Shishta Veci. Proda mesazh në ditën ndërkombëtare kundër dhunës. Mos heshni, denoncimi shpëton jetë. Pamjet efektive të Komisarisë së Jugut gati për garën Cambrian Petrol 25 në Wells. Krijohet shoqëri aksionare shtetërore Mobile për menaxhimin e transportit publik rrugor. Rreshtet e para të dëborës Balluku, ekipet në terren, qarkullimi vijon normalisht. Aksidenti rënd rrugor në Bilisht Kapshticë. Raportohet për një të vdekur dhe një të plagosur. Rrugorja e Lezhës prej orës 12 do të ketë bllokim të qarkullimit në të dyja kahët e autostradës në fushë Mamuras. Pezullohen ndrimet në Adriatik, anulohen lëvizjet detare Durrës-Bari. Sulmuan Klea Prengën, motrat Berisha paraqiten në gjykatë, pritet vendimi. Fotolajmi u arrestua nga SPAK në Durrës për tjetërsim pronash në Hamalla, Jakush Zhvullai, një deputeti socialist. Tentoi të nxirte nga Shqipëria 53.000 euro pa i deklaruar, procedohet penalisht. Pra tragjedia në Kamës, sherr masiv mes gjimnazistëve, ka të plagosur. Lejo ndërtimet pa lejen Mallakastër, prokuroria e Fierit dërgon për gjykim 6 zyrtarë të IMT-s. Aksionin Durrës te Avdylajt. Dhe Rumi SPAK ka lëshuar gjithsej 8 urdhra, mes tyre një grua nuk i lejohet të. Video dhe emri pasi i vuri tritol në një servis makinash, 34 vjeçari pikaset nga kamera duke u arratisur me motor. Emrat e bandës mbaron punë me grupin e Çopjave, SPAK i komunikon akuzat e rënda 34 të pandehurve. Policia zbat konfliktin në Bilisht, arrestohen 2 persona, procedohen 2 të tjerë. Operacioni SPAK-ut, masa sigurie dhe për Avdylajt e Shijakut, Agim Ismaili, drejtori i burgjeve në SPAK. Emri, operacioni SPAK-ut në Durrës, arrestohet vllai i deputetit Partisë Socialiste. Gjyqi i drejtorëve Hajdut 5D-s Arben Mazdiku dëshmon në QKK, modi i keq nisi rreshtet e dëborës në Kukës dhe në Alpe. SPAK dhe policia zbarkojnë në Durrës dhe Shija kontrolle dhe tek Rumi arrestohet vllai i Aleksandër Lahos. Pamjet rëshitje gurësh në aksin kombëtar Borel-Skuraj, bllokohet qarkullimi tek ura e Ulzës. Shqipëria goditet nga stuhit, ekspertja ja si parashikoj situata e motit për fundjavë. Toçi, mamografia falas për kancerin e gjirit, 25.000 gra depistohen çdo vit. Ortakja lidh Sahatin me ndihmën e policisë dhe OSHE-s, hoteli në rrezik zjarri. Del video momenti kur Çeliku dhe 2 shokët e tij sulmojnë Guri Mazelliun në Bilisht. BE ka një lajm me rëndësi për shqiptarët. Nga data 12 tetor do të nisë. TPL regjistrojnë në mënyrë fiktive si pacient të dënuar në arrest shtëpie, procedohet infermieri. Ndërkohë vijojmë me zhvillimin nga politika. Zgjedhjet e 9 nëntorit, Lapa refuzon negociatat me Partinë Demokratike, nuk po procedohet si duhet. A do t'i rrezoj kushtetuesja zgjedhjet në Tiranë? Begaj do e mbroj vendimin tim. Kandidati i mundshëm i opozitës për garën në Tiranë, Haçkaj, gjithmonë gati për të bërë diçka të mirë për vendin tim. Dekretoj zgjedhjet në shkeljet kushtetutës, Begaj u konsultova me ekipin tim.
Bala në mënyrë të përsëritur opozita ka dështuar në përpjekjen e saj për të bashkuar në aksione zgjedhore. Zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, Hoxha PD-ja ka disa personazhe që mund të krijojnë frymë ose të paktën të humbin me dinjitet. Kikia PD nuk ishte e përgatitur për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Batuta me Makro nga Liev Rama ju referova një gabimi të Trump. Media mund ta vërha, por jo ta shtrembroj në helm politik. Në zgjedhjet për Tiranën, Rama mbledh nesër ekipin e kryeqytetit. Në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, Ali Mehmeti shkuam me një ftesë te partitë e tjera opozitare, s'do ketë primare. Gara për Tiranën, Bamir Topi kundër Begajt s'do të afirmosa dekretin për zgjedhjet. Zgjedhjet e pjesshme vendore në 9 nëntor. Strazimiri kemi negociata me parti më të vogla. Peleshi pret presidentin e Letonisë angazhimi i përbashkët në sigurinë rajonale. Begaj pret presidentin e Letonisë në fokus të takimit çështjet në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes. Gara për Tiranën, Saliani kundër strategjisë PD-s, duhet të garojmë me figurë politike. Rama ndan pamje nga samiti i Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen, krenar për Shqipërinë. Rilindja Urbane 2, kryeministri Rama vijon çlirimi i hapësirave publike për mirësojmë jetën e komunitetit. Inteligjenca artificiale në shëndetësi. Ministri Asala në Londër, prioritet digitalizimi i plot. 6 bashkitë do të zgjedhin kryetarët e rinj. KQZ cakton afatet për zgjedhjet e pjesshme, propozon 8 ditë fushat. Velie kundër presidentit, dekreti për zgjedhjet në Tiranë është antikushtetues. Berisha takon presidentin e Pake, shqetësime të thella për gjendjen në narkoshtetin e parë në Europë. E Gruta Durrës Rogozhin nis operimin në 2028. Në nëntor zgjedhjet për 6 bashki burimi. Gjykata kushtetuese organi më i lartë në drejtësi. Me ftesë të Begajt, presidenti i Letonisë nis vizitën në Shqipëri. Përfundon mandati i Komisionit Rregullator PSD, debate për nëntorin Begaj shkeli kushtetutën. Gjykata lartë sërish në Qelish, kryebashkiakun Veliej më lironi se jam rrezik për prishjen e provave. Koçiu mira qytetar kanë përfituar nga shërbimi gjurmon dokumentin në muajin e parë. Debat për menaxhimin e integruar të mbetjeve në Komisionin e Ligjeve, Manja Bylykbashit nuk e meriton tolerancën time. Drafti për menaxhimin e mbetjeve ja upaj akt themelor për të ardhmen, opozita duhet të pyeten edhe ekspertët. Qeveria rreth 31 milion lek për organizimin e forumit të investimeve Bëj Ballkani Perëndimor në Tiranë. Spiropali takon Zelenskin për krahje për Ukrainën, siguria në fokusin kryesor. Rama batut me Makro për kafën e Trump. Nuk na urove për paqen Shqipëri-Azerbajxhan. Të tjera hallet, GKK urdhëron spakun të iniciativat për Erjo Velien dhe Arpian Mastik. Ndryshime në qeveri e Ndrit Yzeira i lirohet nga detyra e zëvendës ministrit për Evropën dhe punët e jashtme, ndryshim edhe te financat. I mbaro mandati, ligjet hapin vakancën për 5 antarët e Komisionit Rregullator në KQZ, 20 ditë kohë për kandidatët. Emri i pëlqyer nga opozita ngarën për Tiranën. Florian Haçka jam i nderuar, vendimin e marr vetëm në rast të një propozimi zyrtar. Rama në samitin e komunitetit politik po vrapojmë drejt BE-s, Europa mund të mësoj shumë nga Shqipëria, diella po funksionon. Vjen me lajmin nga rajoni ndërkohë. Fajde dhe mashtrim me vlerë mbi 6 milion euro, Prokuroria Speciale e Kosovës ngre akt akuzë ndaj 2 personave.
Gjykimi për lundretarin nga lista serbe Ende Pezu. Berisha, vendimet e kushtetuesës kanë çuar deputetët në shkeljet kushtetutës. Kurdi, votimi për Emilia Recepin nuk mund të anulohet. Avioni bonuli emergjente në Kret arrestohet pasagjeria e dehur. Konstituimi i Kuvendit Kosovës Koçi 12 ditë afat nga gjykata kushtetuese jemi ende në pritje. Vjosa Osmani zhvillon takim me Mark Rutte, Kosova partnere besnike e NATO-s në sfidat e përbashkëta. Kosova ka akuzë nga 2 persona dyshuar për falje dhe mashtrim në vlerë mbi 6 milion euro. Analizja Radio Europa Lirë, a janë zgjedhjet e parakoshme rruga e vetme për dalje nga kriza? Cilat janë rezultatet e dialogu strategjik mes Shkupit dhe Washingtonit? Shqiptari në grevuria. Në diskutim në Parlamentin grek, ministri Nikos Dendias se kuptoi si mund të mohohet e drejta e një babai për të kërkuar hetimin. Kurdi komenton vendimin e kushtetuesës ka serbe dhe jashtë listës serbe. Serbia e Rusia kërcënim Osmani kur bëhen nuk ndikon dihet trekëndshi i liksis Vučić kopje e Putinit. Ora bulëmbjeshkët e Sharit në Kosovë. Kove vion në dëshmi në Hag, Thaçi ishte urlidhëse. Ndodhe kështu avioni në Kret, mbërul emergjente shkak një grua britanike e dehur. Frika e shqiptarëve nga rikthimi i shërbimit ushtarak në Serbi jemi mes dy zjarreve. Kurdi, dallimet me Shtetet e Bashkuara kanë të bëjnë me taktikat e operacionet, jo me vlerat e qëllimet strategjike. Struk konvenda e faktorit shqiptar, aziri pritje jashtëzakonshme nga qytetarët. Ende pa afat për pikën e ngecjes drenori, zgjedhja e nënkryetarit nga pakica serbe mund të rikthej blokadën në kuvend. Zgjedhjen e Republikën e Maqedonisë së Veriut, Kurti fut sërish hundët, dërgon ministrin e mjedisit. Aksidenti hekurudhor i Tempit, që i mori jetën të riut shqiptar, avokatja shtyn datën në zhvarimit, i ati kërkon shkaqet e vdekjes. Pësoj alergji nga antibiotiku, humbjetën 28 vjeçarja shtatzë. Komuniteti serb në Kosovë kërkon pezullimin e zbatimit të ligjit për të huajt. Prishtina hap krahët, fluturime direkte drejt në Xhedas. Osmani, protesta studentore të vitit 97, ishin lajmëtar i lirisë. Ambasadori i BE-s në Kosovë bën thirrje për konstituimin e kuvendit, formoni qeverinë sa më shpejt. Kovej se dia rolin e Thaçit në Rambuje, se dia s'kush e themeloi ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Avokati Thaçit jemi duke pritur autorizim edhe për një dëshmitar. Çfarë zhvillimet nga bota? Presidenti i Kolumbis dëbon diplomatët izraelit. Erdogan, ndalimi i flotiljes së ndihmave ilustron brutalitetin në Gaza. Zjarr në një hotel në Costa Rica, 5 persona ndronin jetë dhe disa të tjerë të lënduar. Gaza, 52 viktima në 24 orët e fundit, mes tyre edhe një punonjës humanitar. Trafik droge midis Italisë, Spanjës dhe Shqipërisë goditen 4 banda kriminale.
Reagon kryeministri Starmer pas sulmit në Manchester, ne do të bëjmë gjithçka për të mbajtur komunitetin hebre të sigurt. Politiko Meloni ndjen presionin për të marrë qëndrim më tashmë ndaj Izraelit pas sekuestrimit të flotës Sumut. Zbuloi plani sekret i Francës për të goditur rrjetin e spionazhit rus. Shkunde Turqia ja magnituda dhe epicendra e tërmetit që tronditi vendin. Macron në mbrojtje të flotiljes global Sumut dënon veprimet e Izraelit. Skandali korrupsionit në Bullgari që u zbulua nga koncerti i Robbie Williams. Putin duhet të jemi të përgatitur në botën e sotme, rreziqet janë jashtëzakonisht të larta. Zelenski Europës i nevojitet mbrojtje që janë në gjendje të bëjnë ballë dronëve. Njëmi piramida në sekond, planeti mashtrues po rritet me shpejtësinë rekord, zbulot Oleksi Pazakonti-Ça. Presidenti Putin e pamundur të besojë se Rusia do sulmojë vendet e NATO-s. Arrestohet shitësia e Europave 46 vjeçe në aeroportin italian, ju gjetën në stomak 120 qese me heroin. Shkoi në Angli për të punuar në ndërtim, arrestohet 22 vjeçari shqiptar për kultivim lëndësh narkotike. Historiani gjerman përdor inteligjencën artificiale për zbuluar identitetin e nazistit në një nga fotot më famkeqe të Holokaustit. Izraeli e paralajmërimin e fundit për Gazën, largohunin në jug të vendit. Donald Trump tallet me ilaçet për humbje peshe, shumica thonë kanë ndryshuar, por unë nuk mendoj ashtu. Mes vendimi për përdorimin e aseteve ruse do të merret brenda 3 javësh. U kap në një shtëpi me sende të paligjshme, njeriu shqiptar i shpëton burgut në Britani. I sekretari britanik Wallace, Ukraina duhet të shkatërrojë urën e Krimes. Makina nga Korea eksportohen 5.5 miliard, ndërsa shifrat njohin vetëm rritje. Sulmin në sinagogën e Manchesterit, policia britanike ishte incident terrorist. Tërmeti 5 ball në detin Marmara, të paktën 17 persona në Stamboll kanë mbetur të plagosur për shkak të panikut. Izraeli ndalon shumicën e anijeve me ndihma të cilat ishin nisur për në Gazë. Dronët mbi Danimark, ndalohet një cisternë ruse nga autoritetet franceze. Trump do mbrojmë Katarin, dekreti presidentit amerikan pas sulmit izraelit në Doha. Detajet e reja, ky është autori i vrasjes së 2 personave në sinagogën hebraike në Manchester. Presidenti i Francës thiri Europës të rrisë presionin ndaj flotës në hije të Rusisë. Lëvizje surprizë SBA do t'i jap Ukrainës informacion për objektiva energjetike me rrezet i gjatë brenda Rusisë. Avokati dënohet me 20 vite burg, futi drogë qeli për klientin e saj. Dhe në fund lajmi nga sporti. Conference League Shkëndia humbet ndaj Rayo Vallecanos, barazon drita. Sergio Conceição merr drejtimin e skuadrës së Mario Mitajt. Fabio Cannavaro bëhet trajner në Uzbekistanit për botërorin 2026. Europa League, Roma e Katranos ndaj Lille, humb 3 penalti dhe pëson disfat në Olimpico. Conference League drita merr pik në fushën e Kupës së Shkëndia, dorëzohet që në pjesën e parë ndaj Rayo Vallecanos. Pranon ulje të pagës mes fushori Tulipan dhe Barcelona deri në vitin 2029. Arbër Hoxha shpallë lojtari më i mirë i muajit në Kroaci. Arteta në krah të suedezit Gyökeres sa i bën gjithçka që i kërkojnë një sulmues. Thierry Henry kritikon strategjinë e Barcelonës me atë linjë të lartë
nuk mund të fitosh Champions. Izraeli nuk preket. FIFA nuk e fut as në rendin e ditës kërkesën për përjashtim. Biznesi i familjes dëshiron të tregosh me nënën e Jamalit, ja sa do të paguash. Vllaznia surprizon me një tjetër afrim merkato, vjen mbrojtësi bosnjak Çeliković. Ndeshja ndaj Serbisë dhe miqësore ndaj Jordanisë zyrtarizohet agjenda e kombëtarës shqiptare. Suksesi i vllaznisë së vajzave Zeka, kampione absolute për 11-12 vite, skuadër që na ka nderuar. Leclerc, McLaren favorit në Singapur, gjithnjë më e vështirë të fitojnë këtë vit. Bobo Vieri, Interi favorit për titullin, më në fund San Siro do të shembet. Zyrtarët 8 muaj pezullin për futbollistin e Barit i përfshirë në skandalin e basteve, Inter synon për forcimin e mbrojtjes, emri i ri është Konate. Granit Xhaka në garë me Haaland për të zgjedhur lojtari i muajit në Premier League. Edon Zhegrova mungon edhe në ndeshjet e tetorit të Kosova. Greenwood, Magjeps me Marseille, Atletico Madrid përgatit 75 milion euro për sulmuese. Transfertat thehen në mallkim për Juventusin, një fitore në 10 ndeshjet e fundit. Gjermania publikon listën për sfidat e tetorit, pjesë e saj dhe Burkard e Walt May. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Ne shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, vim pas pak në pjesën e komunikimit, mos u largoni. Kthehemi në studion në pjesën e dytë të programit dhe të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju. Ora 7:30 minuta është pjesa e komunikimit me të gjithë që do të na bashkoheni dhe bëni pjesë e programit për ditën e sotme, si gjithmonë në 068 99 00008, 068 60 54 639 në takimin e fundit të kësaj jave, premte, data 3 sot, 3 tetor 2025, një ditë e ftohtë, por gjithsesi mirë është. Tipike për muajin e vjeshtës. Ju presim në takimin e sotëm, jemi drejt për drejt në Ora News dhe në live stream në oranews.tv, më herët ju përcollëm zhvillimet dhe ngjarjet kryesore të orëve të fundit, të cilat patjetër mund detajuara i gjeni në oranews.tv me lajmet të aktualitetit të minutës fundit, por po ashtu edhe ndonjë detaj që ju ka shpëtuar në ditët e kaluara, e keni aty të arkivuar, mund ta aksesoni në çdo kohë kudo që ju ndodheni përmes faqes sonë të webit oranews.tv. Ju presim edhe sot në komunikim të drejt për drejt që zgjat deri në përfundim, pra deri në orën 8:50 minuta, si gjithmonë në 068 60 54 639 068 99 00008, numrat përhershëm që janë gjithmonë aty në pjesën e djathtë të ekraneve tuaja. Sikundër mund të na shkruani edhe përmes rrjeteve sociale për çdo shqetësim, problem, informacion që keni. Bukur, i tham të gjitha, presin telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. Faleminderit. Më thuaj. Unë kam një problem për punë e pensionit. Po, më thuaj. Pra, unë kam qenë ushtarak. Edhe në 98 kam dalë në reformë. Po. Mas shumë kërkesash nuk e gjej reformën, nuk ma gjejnë. Si nuk e gjen? Nuk e gjejnë, kthejnë përgjigje negative. Që? Me kërkesë me i Albanian. Po, kur thua përgjigje negative, çfarë përgjigje? Përgjigje që nuk është dokumentacioni i plot dhe nuk mund të japim. Ku keni punuar ju këtë kohë? Në këtë kohë kam punuar tek raketat në Maminas. Pra, edhe ju vetë nuk keni asnjë dokument që vërteton punën, ë? Unë kam librezën e punës, që e jep me datë fiks, siç kam punu. 8 vjetë e 7 muaj punë dhe pastaj reformë. Shiko, ka një gjë, në punë të tilla si kjo që ju thoni, është jo e vështirë, por e pamundur për të gjetur vetëm atë dokument që ti ke, dhe fatkeqësisht nuk e di nëse ta kanë thënë apo jo, zgjidhja është vetëm gjykata. Po. Kam edhe një problem tjetër, kam punuar pastaj në policinë e burgjeve. Po.
Dhe 1 vit e 3 muaj nuk më njifen sepse institucioni nuk ka paguar siguracionet. S'ka paguar institucioni? Po. Për cilat vite bëhet fjalë? Për vitin 2011. Si ka mundsi? Po që unë kam, edhe në librez, kam edhe librezat shëndetësore punës, i kam të vullosur e gjithë. Dhe nuk është bërë pagesa? Nuk është bërë pagesa. Këtë ja u kanë thënë zyrtarisht si përgjigje apo me gojë? Ma kanë heqen se u kam dalë në pension. Jo, do 1 vit e 3 muaj nuk nifet si e zezë. Do më nuk nifet para as vjetërsi, siç më thonë ato. E kuptova, po këtë përgjigje që nuk janë paguar, se nuk parash ndodhshin institucione shtetërore të mos kenë paguar. Po këtë lloj përgjigje ke marrë me gojë apo me shkrim? Ma kanë dhënë ato të institutit këtu në Durrës. Me shkrim apo me gojë? Me gojë. Për vitin? 1 sekond, lutem. 2011. Në burgje? Po, në burgun, kam punuar në disa burgje, po këtë vit kam qenë në burgun e Durrësit. Jo, dakor, unë po them atë që nuk të llogaritet. Po, në burgun e Durrësit. Në institucionin e parapublimit Durrës. Sa vite nuk të njihen? 1 vit e 3 muaj, afërsisht. Okej. Edhe pyetja e fundit, këtë sqarimin që nuk i ka paguar institucioni, kur e keni marrë, në cilin vit? Në momentin kur plotësuat moshën për të dalë në pension? Kur plotësuan dokumentat, më sqaroi, bilës edhe gojarisht. Tha, këta nuk janë paguar këta edhe nuk të njifet. E kuptova. Nga përgjigje që ka ardhur. Shiko, ajo e para në rast se është ashtu siç thoni ju, pjesa e librezës dhe mungesës dokumentet të tjera ajo zgjidhet me gjyq, ndërsa për këtë do pyes dhe besoj të hënën do ta kemi një sqarim, dakor? Faleminderit. Asgjë fare, të lutem, faleminderit Faleminderit shumë. Telefonatën. Mirë, do shkojmë tjetër. Alo, përshëndetje. E kemi? Urdo? Nuk na ka pritur. Mirë, presim ne pak në 068 99 00008 068 60 54 639. Ja ti mbaroj numrat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Uleni zërin televizorit, ja u tha regjia, besoj? Alo. Po. Jam një banor në Belçi. Ule zërin televizorit, të lutem. Edhe... Se ulej. Ule zërin televizorit, zotërit, të lutem. Alo, jam një person në Belçi. Po ule zërin televizorit, se do ma thuash prap këtë pastaj. E fika. Okej, unë zeja, Jo, së dheve, po e të bëshu, ka një javë të që po të shu. Okej, urdhëro. Ka marrë tokën me 7.501, edhe kam parcelen, atë e paguj të atimet. Aty këtë atimet paguj dhe tokën e shpis, me fjallë, kam dhe shpin të 7.501. Po. Dhe një, është në moshin të paguj dhe shpin dhe... Po shpin qëfar i paguan? I paguj atë në tërtesën. Qerat banese. A jemi qerati? Jo me qera. Kam shpinë time, po e kam ke toka. E 7.501. Edhe paguta time dhe tokën, edhe shpinë. Po shpis çfarë tatimi? A merr faturë, çfarë tatimi paguan? Se toka dakord, po shtëpia? Kupton? Jo. Tokën paguj atë... Tokën e kuptova, i nderuar, po them për shtëpinë. Merr faturë që paguan këtë gjë? Dhe çfarë thot aty, sepse kur e paguan ajo tregon edhe përcaktimin dhe llojin e pagesës, çfarë është. Larguar. Shkoj me tjetër. Telefonues. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po. Mirëmëngjes. Jam në mobilizim, kam dalë pension para gjë 4-5 muaj. Noj. Mbaj pak telefonin më afër, të lutem se dëgjohesh goxha keq. Nuk më të mirë. Po, ta shohim tani? Po tani gjë. Po. Dhe kam dalë tash para 5 muaj në pension. Edhe kam punuar 3 vjet në galeri më njëherë. Bukur. Në tokë. Edhe kam një 6 muaj. Të njohin këto mua, unë kam punuar në tokë dhe e thot i raportuar vetë. Atë në nivel 12 ose në një vetë në tokë.
A këto është di? Po, si është përcaktuar në dokumente, se kjo nuk është çështje dëshire. E ka shkruar në përdoro, raportu kështu vetjak, atje punë që bën atje në galeri më një. A nuk është në nën tokë? Në tokë është. Në tokë, quhet në galeri më, po këto nuk më njohin në tokë mua. Pse? Po nuk e di arsye thotë, pse raportu vetjak thotë nuk ka në tokë. Vetjak në tokë transportojnë nuk e di se të shinë trupa e gjona, në çfarë 2000 atë s'ku kanë bënë. Po prapë, nëse nuk është nën tokë, s'kan si ta quajnë nën tokë apo jo? Po nën tokë është plot. Është raportuar nën tokë, nivel 12. Po. Po pse se quhen pastaj kur është raportuar nën tokë? Nuk e di pra, si njohin thonë, nuk di njohin thonë. Po pse, me çfarë arsye? Arsye thotë se nuk ka vetjak thotë nën tokë. Nuk e kuptoj arsyen e tyre. Edhe kurse sa, edhe pensioni s'ma dy kurse ballë, nuk është këndë skopia. Ajo lezet atje këtë çullë me roja me gjona nuk kanë as me komunikuar si gjona tjetër fare, se të lënë fare më ofroti më na. Edhe tjetër kur keni dalë në pensionin? Në maj do të Në maj të këtij viti. Po, maj të viti. E ke marrë dhe pensionin, ka dalë apo jo? Ka dalë, dole pensioni. Edhe unë nuk keni kënaqur me pension sepse unë 30 vjet në galeri thotë më kanë bëj për llogaritje thotë, më thotë më thotë i ka llogarit sistemi thotë. Sa të ka dalë? Nuk e di se llogarit sistemi apo pensionin tim nuk e di, nuk se kom. Po jo mos sa të ka dalë, nuk e di sa të ka dalë. 380 lekë. Shiko, po aq është maksimali, ja. Nuk e di. Jo më se unë ka dalë jam 3 vjet në tokë, të 7-8 vjet. Di pra di, po ka që janë pensionet në Shqipëri, në kuptimin e maksimales. Varet nga kontributi që kam jepur aty, se nga mbërthën. E kuptova pra, shiko, nuk e kam asnjë lloj problemi për të pyetur për këtë përcaktimin e kësaj, por që ti pas ke dalë në pension maksimal në kuptimin e aq sa e ka ligji ose aq leksa merr nuk i ke mjaftuar. Jo, nuk është problem, ka shumë të mirë, për shembull, ti ka dalë më shumë lekë, ka më 500, 600, nuk është fare punë. Më lë një numër telefoni që të pyes për atë përcaktimin, i nderuar. Të lë numrin e telefonit tim. Po. Falënderoj. Ma thuaj. 068. Një sekond. Po, tani. 068. 87. Po. 96. 236. 236 apo jo? 336, 236 fund. 336. Po, okay. E kuptova. Faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit. Në ditë të mbarë. Imagjinoni sa lloj peripecish, sa lloj probleme, shqetësejake, përditshmërie shqetësuar le të themi atyre të cilët presin pensionin, meraku që do i kemi të gjitha vitet apo nuk do i kemi, mos na kanë humbur, po çfarë do bëjmë pastaj nëse s'kemi vitet qoftë edhe minimale për të përfituar një pension. E dini se si largohet i gjithë ky stres, po themi, apo edhe ankth që ndoshta përfshin disa njerëz tek ata që janë të interesuar për çështjen e pensionit. Ne do t'ju sugjeronim të investonit, po themi kështu, të kurseni, të keni një fond të dedikuar për veten tuaj, të cilin mund ta shfrytëzoni kurdo që ju dëshironi në çfarë do lloj momenti, për sa i përket fondit Sigal. Është pikërisht ky numër këtu në ekranet tuaja, të cilin mund ta kontaktoni për të marrë më shumë informacion rreth mënyrës se si funksionon. Do t'ju shpjegoj, do t'i them një detaj shumë interesant që po më thuaj sot në mëngjes. Nuk e dija deri para pak kohësh, prandaj edhe nuk ja u kemi thënë. Bëhet fjalë për shembull një pensionist. Ne dimë që pjesa më e madhe e pensionistëve nuk e mbyllin dot muajin me pensionin e tyre që kanë, sepse me 100 euro, 150 euro pension në muaj nuk të del as për ilaçe, jo më për gjëra tjera, por patjetër që i ndihmojnë fëmijët nga jashtë dhe detyrën bëjnë dhe shumë mirë bëjnë që i ndihmojnë, se prindi gjithmonë duhet ndihmuar. Dhe thirrja është që nëse dikush, disa apo të gjithë ata të cilët sjellin para për prindrit e tyre nga jashtë, i sjellin 200 euro në muaj, po themi 300, 400, në varësi të nevojave që kanë, shikoni çfarë ndodh. Nëse në fondin e sigurimeve, në Sigal, ju depozitoni një shumë, po themi, për ta kuptuar gjithmonë, por shumë është në varësi të mundësisë që ka secili dhe dëshirës që ka për ta pasur në një llogari bankare më vete këtë gjë. Po themi, nëse djali apo vajza e pensionistit që jeton në Shqipëri depoziton në llogari bankare një shumë dhe në fondin Sigal, patjetër, në një shumë prej, po themi, 10.000 euro, merr automatikisht 400 euro çdo muaj dhe e dini kush është më e bukur? Që kjo shumë prej 10.000 eurosh nuk preket. Pra ti e depoziton këtë 10.000 euro dhe me çdo muaj 400 euro pension, po e quajmë kështu, dhe 10.000 euro mbetet prapa aty.
Nëse ju sjellin para nga jashtë, kjo vlen për të gjithë pensionistët, ato do të konsumohen. Patjetër dhe shumëzohen me zero në fund të ditëve që mbarojnë. Por nëse djem dhe vajzat tuaja që ju ndihmojnë nga jashtë, përsëris për ta kuptuar edhe logjikën, nëse ata ju sjellin një fond të caktuar çdo muaj, le ta mbledhin këtë fond, ta investojnë aty, ta depozitojnë në fondin Sigal dhe ju përfitoni e keni çdo muaj aty të garantuar. Dhe të paprekshëm si shumë, të njëjtën shumë pastaj mund ta marrësh më njëherë kur ti ke nevojë, ose pjesa tjetër pastaj që i kemi thonë. Pra, ideja është këtu, të mos vareni nga pensioni, vetëm nga pensioni shtetëror, i cili është minimal, sepse kështu ka qenë skema atëherë. Kështu ka qenë kontributet, gjithmonë vështirësi skema e pensioneve. Dhe përpasoj pastaj përkthehet në një pagesë qesharake e cila nuk del për dal deri te porta e pragut të shtëpisë. Që do të thotë, ti e ke këtë gjë, ke edhe fondin e plot, të asaj që ke depozituar, ke edhe interesat 4.6% që nuk është pak. Nuk ke asnjë lloj penaliteti, e merr kur të duash, kontribon sa të duash, e ndërpret kur të duash, nuk ke asnjë pagesë tjetër shtesë, nuk ke nevojë të bësh as dokumente asgjë, nuk ke nevojë të plotësosh 65 vjeç nëse je burr, por e merr dhe 60 vjeç pensionin, e do në formë mujore, do tani për tani, si të duash. Dhe mbi të gjitha, fondi është i sigurt dhe i trashëgueshëm. Nëse dikush që depoziton X shumë në këtë fond, dhe fatkeqësisht, se të gjithë jemi të ekspozuar ndaj çdo lloj fatkeqësie, ndahesh nga jeta, i fondit i kalon fëmijëve, i kalon gruas, i kalon burrit. Ndryshe nga pensioni shtetëror, që në rast se dikush humb jetën, aty ndërpritet dhe marrëdhënia e pensionit me çdo familjar tjetër. Kështu që kontaktojeni atë numër, se është vërtet shumë, ka 1001 gjëra për t'u shpjeguar dhe lehtësira kjo mënyrë të funksionimit që quhet shtylla e dytë, le të themi kështu, e pensionit, që në botën e qytetëruar, atje ku edhe ne duam të integrohemi, ka kohë që funksionon dhe prandaj pensionistët janë të lumtur në Europë, sepse kanë këtë fondin e pensionit. Bukur shumë. Ne rikthehemi me të tjerë telefonues në 068 99 00008, 068 60 54 639. Kujdes, ju lutem, numri që sapo pam pak, ky numër nuk është numri i televizionit, është numri i personit përgjegjës që merret me orientimin e të gjithë juve që dëshironi të bëni pjesë e fondit Sigal. Janë qindra mira pensionistë që marrin sot pension nga Sigali, pension mujor, dhe janë të lumtur. Lumturia duke qenë fytyrë. Mirëmëngjes, telefonata. Yes. Urdhëro. Jam një pensionist. Po? Kam 4 vjet që kam dalë. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po mirë për çfarë të regjika. S'ka gjë, mos u mërzit, vetëm ule pak se më pengon dhe mua dhe ty. Kam bërë gjithë. Ule zërin televizorit, zotri. Po nuk më merr më çfarë. Ule, çfarë të merr? Vetëm ule ose fike se nuk të duhet. Zotri, të lutem se nuk kemi kohë për të shpenzuar, a? Po. Ule mor zotri televizorin. Alo. Urdhëro. Edhe kam ja 4 vjet që i bëj një kërkesë gjithë institucione, por ja 4-5 vjet që janë humbur kooperativa bujqësore. Tani me gjithë doli. Zotria, mund ta ulësh zërin e televizorit, e ke kaq shumë problem? Po s'po kap. Po ç'është të kap, mo? Po them ule ti thua s'më kap. Fike. Fika tani. Okej. Edhe kam këto 5 vjetët që e kërkoj këtë në për institucionet e sigurimeve shoqërore. Ju keni dalë në pension, ha? Po. Dgjoj, ka dalë një ligjëri pra ato për të argumentoj. Edhe bëra kërkesën dhe mora gjithë dokumentacionet përkatëse. Kur e ke bërë kërkesën? Kur? Para një jave, po. Ai më thotë, ata që e marrin në konsideratë këtë dokument, edhe këtë problem që kam unë, thonë që ata që kanë dalë pension nuk e përfitojnë këtë nga kooperativa bujqësore. Ta tha me goja apo me shkrim? Ore me gojë ma tha. Ore thash unë tani, neve kemi 6-7 muaj dhe që po studiojmë ligji, thash tani dhe po sigurojmë gjithë dokumentacionin, thash tani gjithë ata që kanë probleme me ligjin,
Sërish kooperativët dhe ndërmarrjet bujqësore që janë mohuar vitet e punës, vetëm se nuk u gjenden disë pagesat, ata e përfitojnë afrofet duke siguruar disa dokumenta pinte për në Çfarë tha? instruksionin për katës. Tani si shpjegohet që më bujë Po da çuditë me ligje. Çfarë tha pastaj? Më tha, ti tha nuk i përfiton në bazë të ligjit, tha, sepse ke kohë që ke dalë pension. Kjo bëhet fjalë nga marsi e këtej. Këtij viti. Është çudi e madhe, ç'është diferencim që tani? Që bëhet pensionistëve. Kanë një rrugë tim të madh tani atje 6 vjet, edhe tani me që doli ky ligj, është problem për gjithë një pjesë kategorie që është mohuar vitet e punës, i me do resorovasi prapë nga tani në përgjigjen e. Shiko pak. Kjo është i veçantë që është bërë edhe keni studiuar me shumë vëmendje. Vetëm siguron këto dokumente. Një muaj prita për drejtorinë e burgjeve për të marrë dokument që s'kam qenë për vujtje të mimi në atë periudhë. Edhe sigurova dokumentacion. Dëshmi penaliteti. Me një Albania, në institucionin për katës, më thotë që nuk bëhet fjalë sa por juve që keni dalë pension. Ç'është kjo për punë? Bëhet fjalë për ata që dalin në marsë këtej. Tani mund të është problem kjo apo? Një sekond, se atë po shoh që ta lexoj përcaktimin të saksës si është kjo. E lutem, se sqarova shumë tjerë kështu, mos rrallate kot. Një s'ka gjë. Prit pak. Shiko, do ma dëgjosh përgjigjen nga televizori për pak, të lutem që mos Po ma e gjej shumë mirë edhe. Okej, shumë mirë. Faleminderit shumë. Presim tjetër telefonues, alo, përshëndetje. Është larguar. Shkojmë tjetër. Alo, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jam një pensioniste, po dal në pension, jam prak pensioni, dal në 10 tetor. Ashtu në ndor, më fal. Dal në 10 në ndor. Kur mund t'i filloj dokumenta ato? Kur të duash, në momentin që plotson moshën, ose kur një muaj para, një muaj pas, kur të duash ti, nuk kam ndonjë përcaktim, ai më kupton? Po, për shembull ti filloj në 10 orë, marr tetor në ndor? Po, sepse je brenda vitit, mjafton që ti jetë brenda vitit dhe s'ka asgjë. Faleminderit, mirë. Faleminderit juve për telefonatën. Okej. Do bëjmë një shkëputje të shkurtër, pas pak do ta them atë pjesën e ndatju aty kemi reklam apo tjetër. Edhe një tjetër është pa ofertë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. O kjo si vjen më? Mirë si jeti? Ku je më fantastik? Ja ku ja. Fantastik. Ja ku ja. Urdhro. Iku shtatori. Iku tetori, ti thua iku shtatori. Po ju bëm atë lek tonë më. Po shiko se ç'janë ca që është akoma shtator sipas disa kalendareve. Si? E di ndërua, nuk e faj. Ajde, se që të shkem ne o klodo vlajtem. Po, pra po. Po se su bon një, mu bo ta mam një i sinqert me teme me këtë popull më vlaj i bëvujnë. Po se hanë gjek tjetërit, këtina ka kohë tjetë i marim ne si marim. Po pse dy parti jemi ne këto, dy qeveri jemi ne këto. Po pra, e sakt, e drejt. Unë po të flasë ta mamër ti, Klodit, po të flasë sepse në takoj, diçka që në takoj. Po pse, po pa tjetër inderuar, kush tha që s'po flet ta mamë? Unë po të dëgjoj me shumë vëmendje, me shumë respekt madje. Jo shtatorja, tetorja, në sa da kanë rejt, ne që më keqen. Hajde. E drejt inderuar. Sa në takon ne kemi përci... Si një interesu fare? I dashur, fakti që nuk po jepet, nuk të thot që si jemi interesuar ne. Më kupton? Jo, unë e di që e interesu, po. I themi ne Tirancit, po s'qau, fëmija s'kujtojt, nona me i dhonë. A që kemi qarë, sa dete kemi bërë. A qamet, këdo. E qamja me lot është. Ndryshe? Ka dhe pa lot. Ka dhe pa lot qame? Po, ven qep të sytën. Po mirë atyre, prisni shtatorin, por se dim vitin pastaj. Ikim në reklama, flasim për prostatol, se thot dikush që ne kemi probleme tjera juve. Nese, bëjmë edhe shaka.
Jemi me prostatol, për gjithë ata cilët kanë probleme me prostatën, në çfarëdo lloj faze, nuk është e thënë kjo, nëse ju shikoni këto problemet apo simptomat fillestare që manifestojnë trupin tuaj dhe që përkthehet në problemet të prostatës, e konstatuar kjo edhe nga mjekët. Po, provoni prostatol për mbi 40 vjeçare dhe sipër, patjetër, sepse ata janë të ekspozuar më së tepër nga këto probleme. Mos vuani më nga pagjumësia ose më keq akoma nga zgjimi i stimuluar për shkak se duhet të kryeni nevojat tuaja personale. Me prostatol do të bëni një gjumë të qetë, por mbi gjitha do të rregullojë, do stabilizojë atë punën, po themi që dhe rolin që ka prostata në shëndetin tonë. Ndaj mos e neglizhoni, ndiqni këshillën e mjekëve, është 100% bimor, nuk ka asnjë lloj efekti ansor, provojeni dhe në ditët apo javët e para do ndjeni menjëherë efektet pozitive në trupin tuaj. Publicitet. Jemi gati. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit. Në 83 minuta vijon komunikimi me ju. Alo, përshëndetje. Alo. Ti është dëgjova një zhurmë shumë të madhe aty. Disa hapa galopant. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule zërin e televizorit yll. Alo. Alo. Përshëndetje. Ule zërin e televizorit. Po e kam ullur. Urdhëro atëherë. Do bëja pyetje për atë Sigal. Po. Im shoj del në 10 orë në pension. Tani mund si vet puna për pension ai nuk merr se do marri këtej vitet e vjetërsis që të mbyllin një shumë lekë. Do bësh shumë mirë, më beso. Do bësh shumë mirë, më beso, sepse e thash edhe pak më herët, atë shumë që ti mbyll atje. Thjesht merr çdo muaj nga interesa dhe ato shumë e ke prap aty, nuk të ndryshon ajo, kupton? Dhe nuk ka asnjë lloj komisioni, pra je i qetë me atë. Më kupton? Po tani ai e bus në vjetor, do marri pension vitet e këto. Po me mbyllë vetë pensionit. I merr të dyja, merr 2 pensione, çfarë problemi ka? Po patjetër, edhe lekët që depozitoni ke prap aty ai sa ke depozituar. Po, do depozitoj ai. Po, më jep numrin e telefonit të kontaktojnë personat atje. Telefon. 069. Po. 39. Po. 59. Po. 774. 774. Bukur. Shumë faleminderit, ë? Faleminderit. Ditë mbarë dashur. Shkojmë me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Mëngjesi, Klodi. Urdhoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Klodi, je shumë i mrekullueshëm, por desha të bëj një pyetje. Për motër Dena ka dalë në pension ka 4-5 vjet. Po. Mirë, po nuk e ka dalë pensioni ka dalë i vogël se në kooperativ nuk i kanë dalë emrit, a ke pasur 3-4 vjet i kanë dalë në përdorë. Kjo ka paguar dhe sigurimet, ka dalë një pension qesharak. A mund të bëhet në një hyrje edhe të rishikohet ky ligj që ka dalë, se ka 20 vjet në punë kooperativ. Edhe ti bashkohet edhe kësaj ka 38 vjet, 40 vjet i bëhen gati. Ky ka pension qesharak. A mund të shikohet apo jo? Po, patjetër, duke kërkuar në Albania me kërkesë për rishujtim pensioni dhe aplikim për vitet e munguara. Patjetër që po. Bravo. Faleminderit. Në çdo kohë. Në çdo kohë. I mrekullueshëm, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën, shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo. Larguar. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nuk e kapa dot ata ofertën për pensionistat. Na sqaron dhe një herë ta kuptoj dhe unë. Shiko pak. Do më lësh numrin e telefonit që të sqarojmë kështu siç duhet? Po. E ke problem që edhe ti nuk e ke atë në kuptimin e presionit të kohës dhe e merr sqarimin siç duhet. Atëherë 067. Po. 55. 75. 78 apo 75? 75, 5. 75. 5. Po pra. 472. 472. E kuptova. Në rregull? Po, shumë në rregull. Faleminderit e dashur. Un po pres atëherë. Po. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. E kumulin 0 televizori. Alo. Urna, mirëmëngjes. Nuk e dëgjoj. O Klodi. Alo.
Përshëndetje. Kemi telefonat apo jo? O të folmi... Nuk dëgjoj. Më konfirmo, kemi gjë në linjë? Nuk dëgjoj gjë. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ju flas nga Tirana. Urdhoni dashur. Kam folur para një muaji me juve për pensionin dhe më thatë në datën 16 shtator ju takon ta bëni. Kam filluar dokumentat, janë futur te Albania. Po. Dhe ato më kanë thënë që duhet një certifikat martesa. Okej. Për certifikatën e martesës janë futur te Albania, kam bërë 2 herë aplikimin, nuk më del. Dhe më thonë do shkosh te gjyqja civile te bashkia. Te bashkia. Ato më thonë po. Edhe më thonë vajt atje dhe më thonë do futesh në Albania, nuk kemi punë këtu. Erdhi tetori tani, po prapë unë nuk po zgjidh dot. Çfarë rrugë mund të zgjedh? E di, shiko pak. Ajo ka pasur goxha probleme, ëh, domethënë ne kemi pasur Jo, nuk më jep ato se si më jep një figurë atje, nuk e mbaj mend tani që mund të futem që ta shikoj në WhatsApp. Se jam lidhur me ekonomistin e dyqanit dhe ai nuk e di, nuk po jep dhe ai do të rrugë zgjidhje. Po pra po. Nuk e di. Kam bërë aplikim më 16 shtator, më 25 shtator, po prapë e njëjta gjë. I kemi bërë dhe kërkesë gjendje civile në kombinat se atje kam pas atë certifikatën e martesës që kam bërë celebrimi, po prapë nuk më japin përgjigje. Jep numrin e telefonit, lutem. 069 Po. 39 32 Po. 698. 698. Po. Okej. Faleminderit. Kur mund të lidhem me juve? Ja do të kontaktoj neve. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Edhe ju falem. Ndërkohë kontrolloj Albania se ndoshta të për ditë, 2 herë në ditë kam kontrolluar. E kuptoj. 2 herë në ditë. Okej. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Do të shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Çadi. Urdhroni. Përshëndetje të mira. Përshëndetje, faleminderit shumë. Jo, u kam marrë edhe një 2-3 herë më parë, mbase ju kam bezdisur. Po, mora dje pensionin. Edhe ju kam pyetur më parë në qoftë unë kam qenë pension parakoshëm. Kur mora pensionin dje, mua i korrik nuk siguron të ke ajo letra që t'japin atat pensionit. E ke parasysh? Pse? Po unë siguron të vetëm gushti, edhe ishte edhe një shënim atje domon që... Po, më falë, kur keni plotësuar moshën? Më 24 korrik. Po, dhe nuk figuron dhe muaj korrik? Korriku, ju më keni thënë që po ke qenë pension parakoshëm, duhet ta marrësh korrikun e plot. Po ndërkohë si e ke marrë? Ai figuron dhe fare korriku. Po jo, si nuk figuron dhe. Ti ke qenë në marrëdhënie pensioni, nuk ose ke ndërprer atë gjë. Jo unë kam marrë qershorin, e kam marrë pensionin e parakoshëm, korrikun u ndërpre. Si e keni emrin ju? Po jo nuk është ashtu. Që ta verifikojmë ne. Dritan Lamellari. Dritan kush? Lamellari. Po emri babait? Samit. Edhe njerë? Samit. Samit? Po. Okej. Në rregull, faleminderit. Faleminderit ju. Edhe juve, faleminderit. Po, më fal. Edhe ai suplementari, tash do të pensioni suplementar. Më ka dalë 90 94.000, do më afër 95.000. Unë kam patur 16 vjet punë, do më thënë, edhe 18 vjet që më thuaj, nderuar.
16 vjet punë efektive edhe 18 vjet pension parakoshëm. Edhe më ka dalë suplementari që më erdhi, nuk e kam marrë, po më erdhi një mesazh 95.000. Po. Ky suplementari, kjo pjesa tjetër 18 vjet zgjidhet vetëm ajo. Po jo, i zgjidhet vetëm ajo që ka të bëjë me suplementar, jo e gjitha i nderuar. Jo e gjitha. Dakor, se shkoj shumë vonë. Asgjë, të lutem. Edhe ju faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhroni. Me ata që thete, desha të luaj dhe unë bizhoz me atë sigarin. Shiko pak, nuk është, më beso pak, dëgjoj pak, i nderuar. Të tregoj një gjë. Para se të... Jo, një sekond të lutem, se nuk është ashtu. Në bizhoz i humb lekët. Nuk e di. Po, shiko, që të vërtetosh diçka nuk duhet ta provosh. Skënderbeu ka jetuar në... Po, ku e di ti s'ke jetuar në atë kohë? Jo. Pra, për të pasur një fakt përpara, nuk do të thotë domosdoshmërisht që duhet ta provosh. Ne dim që helmi është vdekje prurës, po s'është se kemi provuar këtë gjë apo jo. Ma kupton? Dhe kjo në bizhoz humb. Sepse na thon të tjerët që është e programuar për të fituar ai që e ka. Nëse pjesë tjetër kjo. Kurse këtu nuk ka lidhje kjo gjë. Dhe po thoja këtë që më beso, është shumë e sinqertë kjo që po them, edhe është në dorën e secilit për ta besuar. Në rast se kjo gjëja nuk do të ishte kështu, unë personalisht i pari nuk do ta merrja fare përsipër këtë gjë. Më kupton, sepse e di çfarë ndodh pastaj. Ta bëjnë njerëzit me gisht. Dhe të thonë ky, pavarësisht se ka mund drejt për drejt, po më thonë mua e bëri ky. Jo, po gishti do më drejtohet mua pastaj, do thonë e bëri ky. Jo, mor. Më kupton, dhe unë nuk e dua këtë gjë ta bëj vetëm pis tani. Kur nuk e kam bërë 20, jo më 35. Më jep një numër telefonit dhe do t'ju sqaroj. Dhe me më sqaru? Po, do ta shpjegoj siç është dhe do t'i tregojmë të gjitha. Po, 069. O gruaja janë 33-sha. 333. Okej. Po nuk e di nga shtë. Jo, më shumë mire ke. Edhe 95-21. Edhe njërë, 90... E 5... 5-21, apo jo? Po. Okej. Dhe tjetra se arrova. E kam bërë edhe vetë këtë gjë. E kam bërë edhe vetë. E mund t'ja u vërtetoj po doni. Nese. Faleminderit shumë i dashur. Mirë, faleminderit. Shumë faleminderit për telefonatën. A sot mund të... Po. Më rregull. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Urdhroni. Mirëmëngjes. Kam dy probleme. Jam një qytetar këtu nga Tirana dhe kam dy probleme. Po, më thuaj. Problemi i parë u komor edhe herë tjera, jo 2 herë tjera, për një rrugë këtu, ka 25 vjet që jemi këtu, dhe është një rrugë këtu, një rrugë e lagjës këtu, rreth 70 metra rinar, është komplet me gropa, është po vihet dorë fare. Ku është kjo rruga? Rruga, quhet rruga Nurikevo. O, e di, më ke marrë dhe një tjetër pra ta. Po të kom morë dhe s'kan me kanar deri këtu në të dëpën e dyshit, kanar këtu një rrugë të lagjës tjetër këtu, herë dhe ndërja aty këtë se banë fare. Po. E para, dhe dyta desha të pys pak për atë ofertën e pensionistëve. Po, është shumë e mirë ajo i dashur. Është shumë e mirë sepse shiko ç'a ndodh, po ri përsëris, domethënë ato shumë që ti depoziton e ke në llogari, më kupton, dhe e shikon gjatë gjithë kohës. Pra, nuk e ke te dollapi, te sunduku atë gjën, por e ke aty në telefon. Dhe ti merr interesat e asaj. Ndërkohë të duhet e gjitha. E merr të gjithën bashkë me interesat. Po mirë, ma shpjegoj që si mund të... Po ma jep numrin e telefon, ose leret e regjia numrin, të lutem, mirë? Po, 068... Okej, ma jep, 06... 068... Po... 29... Po... 73... Po... 847... Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit për jush. Ditë mbar, shkojmë... A gjithë mirët. Faleminderit. Shkojmë telefonat tjetër, mirëmëngjes.
Urdhëroni. Po Klod jam. Kam burin që ka dalë që në vitin 10 në 2024 në pension në Korrikë. Që nga Korrikë dhe tani nuk ka marrë asë një muj pension, sepse 4 vite punë, në fakt, i kanë humbur, i kanë punuar në ndërmarrje serash në fotën dhe ato në fligjen. I do më thanë si ku ka dalë të ligji që do njite dhe ato vite që ka humbur. Po, e nderuar, thjesht do të bërë aplikimi i ri në Albania për të njohur këto vite në ish kooperativ, në ish ndërmarrje bujqësore, në ish ndërmarrje shtetërore. Po e keni bërë, o kjo dhe jasë... Kur e keni bërë? E kam bërë në qershor, 1 edhe 10 në Korrikë, në gusht, 2 herë. Përgjigje ke marrë? Jo. Në Korrikë dhe në gushte? Shiko, po pse keni bërë 2 herë? 2024 dhe në qershor të këtij viti. Okay. Shiko, për bazë do të merret ky muaj qershor, sepse në kohën kur keni aplikuar për herë të parë, nuk ka qenë fuqi ligji. Më kupton, kështu që duhet presim këtë, po gjithsesi ka kaluar goxha dhe duhet kishte ardhur si përgjigje, keni kontrolluar në Albania apo jo? Po, për ato një pyeta dhe juve, jo më. Se thash, që qershore, dhe ka një të efektori, e di të tori, asë një. Si e keni emrin ju, zoj? Ne kanë të qerisë. Po, unë për burri po flasë agron krejnë. Po jo, më thuaj të personit që ka problemin. Po, agron. Agron krejnë. Emri babait agronit? Adi. Okej. Faleminderit. Faleminderit, Klodi. Gjithë të mirat e dashur. Kam shumë mesazhe. Ju kërkoj shumë ndjes. Por kam shumë mesazhe dhe të asaj të fundit ndaj edhe, po e lë për një moment se duke sikur nuk e kam mendjen tek ju, por jam okay. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni. Mirë, si jeni ju? Ju uroj gjithë mirat na. Jo kam një problem. Unë rrit tuk e pallati ke policia rrugore, për balli në komshi. Ka 12 vjet, 13 vjet që është bo pallati, akoma s'kemi ascensor. Madje aty ka pas radhe një person e ka vdekur. Gjysën e pallatit e ka pas ky ndërtuesi ku kam banesën pa apartamentin, ju fut bigjozën e janë sa të tjera ato dhe i bon vetë në la cigaroj që i vetë suvatume në la, i regullu me 2 me dritarë me gjitha. Tashin 2 anë gjysmën e pallatit e ka një tjetër që si djetë na me një shamë, dhe me demek një administrator aty, njëre pati musht me qiragji, tani i kanë zirë dhe për i shetë hyrjet. Dhe më thënë nga ana, nga policia rrugore e ka vua e shësorin, se e ka një biznesmen ku di unë kush e kap shumë kam thëmë. A i së përgjithaj, nga kërkovi lek për shkallët, hekuri, i dham nga 150.000 lek, ne si banor knej, se knej jemi një 6 familje, i kanë dublera 7 edhe unë, po tjerët se di, se nështë se si njëtën ka 7 nuk e di, unë e kam ka 3 i banushun, po i lartë është edhe i për mua, se jam moshe vjetër. Ku të drejtohet nëna, ku ti themi? Neve dhe hipotekat i kena bo vetë, të shie ka marrë unë hipotekën në apartamentit, kemi kap një inxinjer, ka bo matit e gjitha dhe këshu. A keni dokument që keni aplikuar, ju zonja, po s'keni probleme këtu? Ka marrë, mora hipotekën. Po çfarë po kërkoni tani? Po s'ka ashensor, më nëna, ka 13 vjetë pallati i vetë... Ashensori, nuk e dëgjova, më falë, mendova se ishte pjesë e dokumentacionit, po ka administrator aty apo jo? Jo, s'ka, sepse gjysën e pallatit, do të thënë 2 apartamentet, këneja i ka që ju fut bigjozit i joni, që e patëm dhe... Qartë. Kurse nga ana tjetër ka me demek administrator nuk e pas një ashtu të s'jam unë ledjo ka emër, e kam dhe numër e telefonit dhe gjitha. S'jam unë administrator, se kanë gjysën, ata kanë 2 apartamente, do më thonë... Qartë. Aty ka pasra dhe një person e ka vdekur një buri vjetër.
Të them, duhet parë se kompetencë kujt është, varet edhe pastaj nga kontrata e shitblerjes që është bërë, kush e kanë kompetencë për ta. Po jo, ne kemi, me atë që kemi blerë ne, po 2 apartamentet I ka tjetër kushtat asmere. I them dhe atyre banorëve që janë 2 vëllezër me fëmijë me krepçonitë ndër kat shtat. Si njiteni se unë shkoj shpesh ke çuni në Itali, po kur vi, si njiteni ju deri në kat shtat. E kuptova. Okej, duhet ta shohim se kush e ka për po të themi kompetencë dashur edhe. Dakor? E mbajtëm edhe adresën shënim. Shumë faleminderit se shkoj. Okej, që të presim telefonat tjetër. Kemi kohë? Ja, numrin e telefonit ta dim edhe ne. Jo, nuk ka problem, dim adresën e dashur. Faleminderit. Faleminderit edhe ju, gjithë mirat. Koj me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. O Klodi. Vetëm ulë zërin televizorit, të lutem. Desha sqarojmë për atë ofertën e pensioneve. Okej. Shumë mirë, më vjen mirë që kanë ndikuar. Ma jep numrin e telefonit nderuar se është goxha shpjegimi gjatë që edhe ti mos presësh aty nga telefoni dhe Po, 068 Po. 24 23 Po. 116. Okej. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kemi kohë për tjetër? Urdhëro? Okej, mendova se ishim në reklama. Shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mëngjesi, Klodi. Mirëmëngjesi. Ju shikojmë çdo mëngjes. Shumë faleminderit. Desha të pyesja për punën se po e dëgjoj tani që pak më parë një 2-3 persona puna e saj pensioni. Okej. Si është? Shiko, I bie që ta sqaroj tani dhe të e tham edhe pak më herë të dëgjuam, por për sqarime të mëtejshme do t'ju telefonojmë ne, vetëm te regjia Erin të lutem. Do lësh një numër telefoni që mos u mbasim edhe kohën televizive për të thirrë. Mos e mbyll telefonin, dashur? Po. Lëre numrin e telefonit të regjia dhe do të ja jap informacionin të plotë se si është. Mirë? Shumë faleminderit. Mos e mbyll telefonin, Mirë, faleminderit. Mos e mbyll, Erin të lutem, marrim numrin e telefonit dhe ndërkohë ne shkojmë me tjetër telefonues. Alo. Okej. Mirë, unë them të kalojmë në publicitet, flasim për Prostatol, që bën të mundur përmirësimin e cilësisë së jetesës, atë jetesën që atë përditshmërinë tuaj apo edhe të pjesën e gjumit që ju ka munguar për një kohë të gjatë si pasojë mos funksionimit siç duhet prostatës, që dihet manifeston me goxha probleme. Në rast se një prostatë pa kuruar, në momente kur shfaq probleme, qëndron e tillë për një kohë të gjatë, problemet janë vërtet të rënda deri në mos o zot fatale. Kështu që përdorin Prostatol, është një kompleks 100% bimor me përmbajtje bimore, nuk ka asnjë lloj efekti ansor. Në rast se ju jeni duke u kuruar për një tjetër problematikë shëndetësore dhe jeni detyruar për të marrë ilaçe, Prostatol nuk ndërvepron me asnjë ilaç sepse është Durrës. Hyrje pallatin Durrës. Edhe 5 vite që ka futur letrat për hipotekën edhe akoma asnjë lloj përgjigje. Dëgjoj pak e dashur. Ajo që më duhet është vetëm një dokument aplikimi. Po, të çoj. Jap numrin se unë s'dija me moshore dhe s'diti. Jo, më duhet dokumenti i aplikimit, ëh? E po ku mund ta japun? E ka vajza, thuaj vajzës të ma nis mua, nisja Klodit në rrjetet sociale. Ta japun se ajo e kam të stëmur vajzën edhe nuk mundet. T'jap numrin tim. Okej, mirë, më jep numrin tënd atëherë. 067 21 Po. 76 486. Në Durrës, ë? Po, në Durrës. Faleminderit, Klodi. Faleminderit shumë juve, e dashur, për telefonatën. Do të shkojmë me tjetër telefonues në këtë pjesë të fundit të emisionit. Alo, përshëndetje. Alo, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Doja të pyes pak për atë që ka paçu me të parën në telefon. Urdhë. Doja të pyesja pak për të punë ofertave se po nuk jam e qartë. Këtë të Sigalit? Po. Okej, më vjen mirë që e ke dëgjuar, e dashur, dhe i interesuar sepse është me goxha leverdi, më besoni për këtë gjë. Mos e mbyll telefonin, na lër një numër kontakti dhe do t'ju kontaktojmë që t'ju shpjegojmë me çdo detaj. Mirë? Okej, shumë. Mos e mbyll telefonin, ë, të lutem. Jo. Një numër telefoni zonjës dhe shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Kemi telefonat, presim pak çastin 068 99 00008 068 60 54 639. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. E ule fare. Më thuaj.
Tashi, dhe ishte për pulat i pensionit, si është Okej. Më lini numër kontakti i dashur që t'ja u shpjegojmë me detaje se 068 Po 23 82 Po 456. Okej. Faleminderit. Asgjë, të lutem. Presim tjetër. Mirupafshim. Faleminderit juve për telefonatën. Okej. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, Yll. Dua të më shpjegosh për këtë ofertën Sigal. Të shpjegojmë për ofertën e Sigalit. Po. Patjetër që do ta shpjegojmë pas emisionit me shumë detaje. Vetëm do na duhet numri juaj i telefonit. Unë dua edhe 2 vjet të dal në pension. Po mos u shqetëso, do të sqarojmë për të gjitha, mos u shqetëso fare. Merr numrin e telefonit 068. Po lëre të regjia, të lutem që mos humbim kohë me telefon. Mirë. Faleminderit. Mos e mbyll telefonin. Jo. Okej. Erin, të lutem. Faleminderit. Iki me tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesni. Klodi, mirëmëngjes. Urdhroni. Ju telefonoj nga Lushnja dhe dua t'ju përshëndes juve stafin e përditshëm Ora News, jeni shumë gazetari i shkëlqyer dhe një fundjavë të bukur. Faleminderit shumë. E meritoni. Edhe juve. Faleminderit për telefonatën. Nuk po i përballoj dot gjithë telefonatat tani. Këto mesazhet. Faleminderit telefonat se u allakatëm në gjithë tani. E mbyllim. Okej, ja akoma aty ti. Ja akoma aty, bukur shumë. Ikim, Erindi, e përcjellim zonjën se u bëm tani mesazhet e telefonatat. Faleminderit. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Urdhëro. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, zoti. Ju flas nga Italia. Po, ciao, buongiorno. Buongiorno. Tani jam pensionist, kam dalë në pension në muajin mars. Po. Kam qenë në shtarak. Mirë po, më kam dalë vitet e punës. Vite pune kam pas 23 dhe pension të parakoshëm kam pas 15 vjetë. Kur më kanë nxjerrë ato, më kanë nxjerrë vetëm 7 vjetë, 8 vjetë mungojnë. Si mund të veprohet? Si mund të veprohet? Mungojnë 8 vite. Në të cilat ke qenë ku? Ushtarak. Po pse të mungojnë këto vite? Cila është arsyeja? Këtë nuk ma thonë arsye të në takshua e zonja që mi plotësoj, ke drejtoria regionale e Durrësit, pa pensionit parakoshët pa quhen 2 vjetë pa quhet i vit. A është e mundur kjo? Shiko, e kam dëgjuar para disa kohësh këtë gjë, nuk i kam kushtuar rëndësi sepse më është dukur gjë që nuk qëndron. Por të lutem më lër kohë të informohem për këtë gjë dhe do t'ju kthej përgjigje ditën e hënë. Dakor? Faleminderit. Shumë faleminderit edhe juve. Telefonit apo e keni? Na e lër numrin e telefonit. Ma e fëqip numrin e telefonit. 32 Pra 0039 32 81 81 Po 5 6 7 0 Po 5 2. Dakor. Faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit juve. Faleminderit, ditë mbar. Ditë mbar. Shkojmë tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni. Do ja të pyesë për diçka në fakt që kam marrë më përpara. Po. Edhe për punë pensioni të plakës. Ule zërin televizorit, lutem. Ja e unë po, patjetër. Dhe ka punuar domethënë 80. Nëse një 11 edhe 4 vite ka i Nuk të dëgjoj, zotri. Alo? E kemi akoma zotrin, apo jo?
Alo. Ai, është larguar. Mund të na marrë sërish? Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Përshëndetje, i dashur, uleni zërin televizorit, ju lutem. Të lutem. Faleminderit shumë. Ule zërin televizorit, zotëri, të lutem. Se na pengon shumë, nuk dëgjohemi, ha? Uleni. Urdhëro. Përshëndetje. Përshëndetje. Të dëgjoj, zotëri, urdhë. Kur do të na ndajnë ato dekatë? Të dëgjoj shumë mirë, alo. Kur do të ndajnë ato dekatë natës? Urdhë? Dekatë natës, kur do të ndajnë? Është me faza ju nderuar në proces është, kështu që mos u shqetësoni, dakor? Faleminderit. Shkoj me tjetër telefonues në 068 99 00008 068 60 54 639. Alo, përshëndetje, në këto 10 minuta fundit jemi. Alo, Urdhëro, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Hajde mirë të dhej. Mirë shumë, si jeni ju? Mirë. Ismet jam, Ismet Martinaj. Si je Ismet? Mirë, faleminderit. Po si ju? Mirë edhe unë. A mi si kaluat pushimet, si çabota. U harruan pushimet. A u harruan tani puna? Madje kur është më keq është më mirë kur je në punë. E di pse? Se me pushime nuk të pushon telefoni. Po mirë, në gjë tre çka kemi diçka. Ty s'të ka ardhur gjë? Po s'ka ardhur gjë atje. Shiko, unë ta kam dhënë, Ka disa muaj që e morë dhe përptohet edhe përsërisht privatisht kështu diçka tillë. Unë ta kam dhënë fjalën që do të bëj të pamundur për ta zgjidhur këtë gjë. Shiko, Ismet ka një gjë. E di dashur. Dëgjoj pak, të të them një gjë. Ja do ta them. Ditën e dieshme po ja u dërgoj me mesazh po doni. Nuk e kam problem fare. Është drejtoria e kadastrës në Shkodër, po marr një rast. Nese, okay, u publikua një legalizim. Tani zotëria që e priste, disa vite kishte, kjo nuk ka lidhje me këtë, që duhet të ketë domosdoshmërisht, por kishte 10 vite që e priste këtë gjë. Dakor. Para 6 muajsh na merrne në telefon. Dhe zgjati 6 muaj kjo gjëja jo për fajin ton, Ismet. Kuptohet, po. Të betohem. Ajo që unë dua se unë këtu dal me figurën, nuk është se dal me zë dhe them hajde se s'më njohin njerëzit. Dhe fakti që dalim me figurë, unë dua që njerëzit minimumi të jenë mirënjohës jo për mua, po për punën tonë, për ne. Pra jo për Klodin personalisht për të, por thotë që okay, Ora Newsi bëri diçka. Por jo gjithmonë varet nga neve. Megjithatë të shërësi ka forma, unë do ta zgjidh rastin tënd. Unë e kuptoj që ju jeni në hall s'keni fajin. Po vetëm diçka po do të thotë se jo përshëndetje për një projekt këto. Ka 5 vjetë, 10 vjetë, 8 vjetë, 12 vjetë që i shohin në. E të mërshme. Një rast në Fier. Një po. Urdhë. Më thuaj. Tash ti e ke parasysh ligjin thotë me pagu para bas ligjeve thotë 5 ditë ka afat. Ajo që mua më kanë thënë, i dashur, kur ne e gjurmuam dhe e gjetëm se ku ishte dosja. Përgjigja fillestare atëherë unë u kam thënë ishte që dosja nuk kishte probleme. Në kupton? Po. Kjo ka qenë përgjigja fillestare, para që unë edhe ja u kemi thënë këtë gjë. Nuk e di pse, po shiko, ndoshta duket e tepër, po thash, po e them publikisht, unë ta kam dhënë fjalën dhe vazhdoj të ta them. Po. Jo kaq sa ke pritur. Më kupton? Po. Pse si do ta gjej unë mënyrën, dakor? Mirë, atë. Mirë Ismet. Hajde. Ndoshta se ke dhe emrin e babait tim edhe kjo më duket sikur. Hajde vetë mirë. Ka rënë borë ande? Po, majeve. Mirë. Ka ndryshuar. Majeve. Jo këtu poshtë, ja. Ismet, përshëndet shumë, për çdo gjë më shkruaj. Hajde vetë mirë. Ciao, ti je mirë, shëndet. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes. Na salam afla. Po. Kam një problem me këto sigurinë shoqërore, nuk mos për pensionin e gruas. Po. Çfarë nuk të bëjnë? Edhe nuk mos jarë në pensionin e gruas. Po cili është problemi?
Problemi është kishte 8 vite në ushtria dhe nga repart nga baza detale e Sarandës, e komanda ishte në Vlorë, më dërguar vitet e punës, pa nuk ka dërguar ato të ardhurat. Edhe nuk më japin asnjë sqarim. Si ka emri zonja? Zonja ka Lulzime Muqobega. Edhe njërë? Lulzime Muqobega. Muqobega? Po. Emri babait? Emri babait? Të zonjës? Feti. Okej, banon në? Sarand. Në Sarand. Edhe tani. Dakord. Shumë faleminderit, të pyesim. Nga java tjetër dëgjohemi. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Alo. Mëngjes. Mirëmëngjes. Jam një person këtu në Tirana. Po. U kam shkruar edhe më parë. Kam një problem me legalizimi. Shtëpia është ndërtuar që në 2006 në kam bërë dhe deklarimin dhe asnjë përgjigje. Ashtu, ha? Kur e keni bërë? Dhe deklarimin. Aplikimin, kur e keni bërë? Në 2006. E keni dokumenteve deklarimit? Po, ja u kemi dërguar dhe juve. Po, ku ma thua emrin, dashur? Sali Orgja. 885, numri fundit. Një sekund. 2815, Po. 885. Nuk e kam. Me qësor kemi komunikuar bashkë. Po ku ma ke nisur 885, nuk kam asnjë numri dashur, ma jep të plot numrin, nuk e kam 885. Jo. 069. Mos ma ke nisur rrjete sociale. Nëse 069 72 27 Po. 885. Jo, nderuar, ky numër nuk ka as WhatsApp, nuk ma ke nisur këtu. Po, ju më dërguat një numër. Po. Dhe në atë numër ja u nisa. Nderuar, të ky numër që po më thua, një sekund. Unë nuk kam asnjë mesazhe dhe për më tepër prit ta verifikoj. Dëgjoj pak, shiko çka ka ndodhur. Po e vërtet është, por ja ku është numri juaj dhe biseda, po duke qenë se ju e keni me atë opsionin që ikin shpejt mesazhet, mua më shfshir dokumenti, ma dërgon dot prap, ja ku e kemi, se ke një opsion që nuk e di pse e keni bërë ashtu. Që kur e dërgon një dokument, ajo fshihet pas disa orësh, që unë nuk kam arritur dot ta marr. Nëse ti ja dërgoj tani? Aty ku ma ke dërguar. Ose do të shkruaj unë pas emisionit. Shumë faleminderit. Shkoj me tjetër telefonues, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Jam një zonja 70 vjeçe. Alo. Po. Kam dalë pension para 7 vjetësh. Ato vitet e pensionit i kam marrë në gjyq. Se kam qenë në tropoj 20 vjetë, 2 vjetë i kam marrë në Gjirokastër dhe 3 vjetë kam pat tokën e burit në tropoj, edhe 7 vjetë nuk më janë quar. 7 vite, ku keni punuar 7 vite? Unë kam punu magazinere qërë dhe kopsh, në Tërnik. Pse nuk ja u llogarisin, çfarë nuk ka funksionuar? Ata thoshin që jo, thoshin se ke pasaportimin në Matrak në Tiranë. Në 97-ën. Është problema jo. Është problema jo dashur, nuk llogaritet si periudhë. Po se më thanë që jo, tash ka dalë një ligjëri edhe i llogaritet këto për atë të mora. Jo, e ligjëri nuk është për këto punë dashur, është për
ish-komandinat bujqësore për ndërmarrjen shtetërore dhe tjera mera. Shumë faleminderit. Të lutem. Faleminderit dhe juve. Mirupafshim. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Që është larguar. Okej, jemi me tjetër telefonues, përshëndetje. O Klodi Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. O Klodi. Po. Kam gruan me kemp, a i takon ki 2.5% që ajo? Po. I takon, a? Jo nga bashkia, nga sigurimet. Jo nga bashkia e kam. Jo, nga bashkia joj dash. Faleminderit. Faleminderit dhe ju për telefonatën, ditë mbarë. Shkojmë me telefonat tjetër, ndoshta e fundit për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Një ditë mbarë. Edhe për ju. Jam ai personi për punën e qefikatës së shtëpisë. Cili? Armando Oza. Ju më tha që kam dhënë në atë rrjetet sociale, po nuk ka dalë. Pyeta edhe për to kancelari. Jo, në Albania? Po. Nuk të ka dalë? Jo. E ke parë vetë apo? Unë vetë pas që unë e pa dhe këtu të këto kancelarit vajta njëra atje se ma se nxirja do të unë, më thanë që nuk ka dalë. Çudi madhe. Mua Kadasa më ka thënë 2 herë nderuar që e ka si përgjigje. Gjithsesi, okay, po tërhiqem prap, po e verifikoj dhe të them, dakord? Shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve. Dhe në mbyllje ishte gjithçka për sot, por para se ta mbyllim, ju rikujtojmë edhe një herë këtë mënyrën se si funksionon. Kam pasur vërtet goxha, por shumë pafund, edhe mesazhe të palexuara. Kështu që duket që ka interes. Ka interes sepse kur diçka është në përfitim të qytetarëve, patjetër që pse të mos ketë interes. Në kuptimin kur kostoja e një shërbimi të caktuar që patjetër është në funksion të vetes tënde është 0, atëherë pse mos e përfitosh. Bëhet fjalë për fondin e pensioneve. Është që të mos futem në çështje teknike, është shtylla e dytë e pensioneve që funksionon edhe në të gjithë Europën, që në shumicën e vendeve kjo është detyruar, por gjithsesi. Pra, me një fond të caktuar, ti e depoziton aty, e ke në një llogari tënde, të cilën e shikon në mënyrë progresive se si ajo shtohet gjithmonë bazë të interesave, në rastin konkret 4.6%, dhe interesante që e tham sot për herë të parë, po themi, në rast se dikush një familje që ndihmon prindrit në Shqipëri me para çdo muaj, s'ka pse ta bëj këtë gjithmonë. Çdo muaj dhe lekët pastaj të konsumohen dhe kjo gjë të vazhdojë të ndodhë si e tillë. Në rast se ke 10.000 euro, po themi, i depoziton personi, pensionisti, babai apo nëna, apo të dy, merr 400 euro çdo muaj dhe këtë shumë e ka prap aty. Na kontaktoni, më shkruani dhe në rrjetet e mia sociale për çdo informacion, kontaktoni dhe numrin që keni aty poshtë, 069 64 34 114, do t'ju sqaroj shumë mirë